Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka ndërmarrë një hap të ri ligjor duke depozituar këtë të njëjtë një padi në gjykatën administrative kundër institucionit të presidencës dhe prokurorit të çështjes së tij Olsi Dado. Përmes kësaj kërkesë padie, Veliaj kërkon shpalljen të pavlefshëm të dekretit të vitit 2008 me të cilin Olsi Dado u emërua nga noter në detyrën e prokurorit. Sipas Veliajt, ligji në fuqinë me atë periudhë nuk e lejonte një emërim të tillë pa kryer më parë shkollën e magjistraturës, kriter që sipas padisë Dado nuk e përmbushte në momentin e dekretimit. Padia i referohet kohës kur presidenca drejtoi nga Bamir Topi dhe e cilëson aktin e emërimit si një shkelje flagrante të ligjit. Në dokument theksohet se prokurori nuk plotësonte kriteret ligjore të detyrueshme për ushtrimin e funksionit, çka sipas Veliajt e bën dekretin të pavlefshëm që në origjinë. Në këtë kontekst, kryebashkiaku kërkon edhe reagimin e Këshillit të Lartë të Prokurisë, duke pretenduar se ky institucion duhet të ndërmarrë masa për shkarkimin e Olsi Dados. Padia nënvizon se masat e sigurisë ndaj Veliajt, si dhe kufizimi i ushtrisë të mandatit të kryetarit Bashkisë së Tiranës, mbështeten mbi një akt të pavlefshëm ligjërisht, sipas tij kjo kushtetues institucionet e shtetit, si dhe për familjen dhe personin e tij.